mirë po pastaj me mbështetjen e dur prej kujdestarës së klasës, prej arsimtarëve të tjerë, mirë po gjithashtu tani kur marrë detyrën alo më të madhe të kryetares së shkollës, gjithmonë kam pas mbështetjen e stafit drejtues, edhe kjo është diçka që më ka bërë më atlet udhëtimin tim. Historia jam për udhëhecit klasës nuk ka fillu njëjt. Fillim me 20 vjetorin e parë në klasën e 5 unë kam pas një ranje, sepse ka qenë një grupacion i ndonë me djemë dhe vajza. Edhe normal, si përfaqësues zgjedh një nga djemt, edhe ku ka një rramje, jam ja emocionale në klasë të 5, ku më ka bu mu ma të fort në anën profesionale, edhe në 20 vjetorin tjetër, unë e mora mandatin edhe vërtet ka qenë një fitore në vete, ku unë e fitova atë vetë besimin tam, sepse nuk mundë me dhënë, ku ne filluam me ngritë zonin ma shumë si klasë, ku ne filluam që me bashkëpunu ma shumë, po përveç kësaj, unë personalisht kritikat nuk i kam marrë asnjëherë në formë keqe, unë gjithmonë jam mundu me gjetë një lloj të arsye të mirë tek çdo kritik, edhe vërtet më ka ndihmuar më shumë. Fillimisht në klasë 6 ka fillu vërtet sfida. Në klasë 6 ka qenë një lloj sfide, ku unë kam pas më shumë sfidë me nxënësat e klasës, se si me qartësu më shumë pjesën e kësaj pozite. Se gjithmonë edhe tash e kemi atë pyetjen se ju si udhëheqët çka bani më shumë. Na nuk është thjesht diçka që na i mbajmë titullin. Na vërtet kemi përgjegjësi të madhe gjatë kësaj pune, edhe ne nuk mundemi vetëm me thonë ne jemi kryetarët të klasës ose kryetarët të shkollës, edhe ka që kemi me shku vetëm në përmbledhje. Ne kemi gjithmonë privilegjin që me dhanë mendime, edhe gjithmonë duhet me pas edhe kritika ndaj edhe mësimdhënësave, edhe ndaj stafit, gjithmonë kritika duhet me i pas na, edhe me i shpërndana në për klasë që atu me u përfecu, edhe me i shmang këto pengesa cilat na gjithë nxënës duhet me i pas në proces mësimor. Po gjithashtu gjatë kësaj periudhen ne duhet me pas, duhet me i hap si shumë me thonë, edhe duhet me i shëqu çdo sen, duhet me i shëqu çdo gjë prej syve të ndryshme, edhe ne nuk kemi drejt as pak me gjyku askënd, edhe në qoftë se e dim situatën, nuk është në natyrën tonë me gjyku, sepse atëherë bëhet ndarja në grupacione dhe gjithmonë do të me qenë neutral. Kjo është pak sfiduese, sidomos në grupe shoqërore, ku ti mundesh edhe me u neglizhu pak, po faleminderit shumë edhe nxënësave, edhe mësimdhënësave në klasëna, të cilët nuk e kanë leju këtë pjesë, edhe ka qenë gjithçka normale, sidomos në pjesën shoqërore tamë. I përmendëm mësimdhënësat, a keni qenë ndonjëherë kritik ndaj mësimdhënësave jo? Sepse ndoshta mësimdhënësat ka nevojë të përmirësohen ndonjëherë. A ka pas raste që ndoshta klasa e anku për diçka në lidhje me mësimdhënësin, nuk po e cekim specifikisht për çka, edhe a keni pas ndonjëherë guximin si kryetare të klasës me shku dhe më ju thanë mësimdhënësa ndoshta në një formë të butë, që ne si klasë kishim kërkuar që me rregullu diçka ose me ndryshu diçka? A mendoni që ndoshta duhet ta bëjnë nxënësit, sepse edhe mësimdhënësit ka nevojë për kritika, jo vetëm nga personat që janë ndoshta në pozita më të larta se ata, por ndoshta edhe nga vetë nxënësit, sepse duke qenë se një mësimdhënës ka brenda secilës klasë nga 30 nxënësa, varësisht nga shkolla, normalisht ata ndoshta nuk munden me pa gabimet e tyre. A mendoni ju që secili nxënës, sidomos nxënësit që janë në pozita udhëheqëse, duhet ndonjëherë në mënyrë ta them duke përzgjedhur fjalorin e duhur që t'ju tregojmë mësimdhënësave që ndoshta këtë duhet ta përmirësosh. A keni pasur raste të tilla apo ende jo? Kemi pas goxha raste ku për shembull vetë nxënësat pa ndihmën e udhëheqësit edhe vetë kanë thënë drejt për drejt mësimdhënësit, edhe vërtet ka qenë ndihmës shumë e madhe ku ne kemi mbajtur të takime me psikologën edhe pedagogën e shkollës, ku ne kemi qartësu këto probleme gjitha, fatmirësisht nuk ka ardhur deri me konflikte mes mësimdhënës dhe nxënës në këtë raport, por gjithashtu kemi pas edhe kritika gjatë këshillit drejtues shkollës, kemi pas goxha kritika, edhe vërtet tash e kemi një raport shumë të mirë mësimdhënës, edhe nuk kemi raste për shembull ku themi që ku mundet me skalu një situatë. Elita? Tash përbesin shkollën tonë ashtu që përmend edhe Noa, ndoshta ka pas raste kur një nxënës nuk i ka pëlqyer diçka për arsimtar, s'është e thënë veç një nxënës, por ka qenë një grup nxënësish që të kanë qenë për shembull të pakënaqur me një sjellje apo diçka të tillë, ose qoftë për shembull edhe nga mënyra e shpjegimit apo ku pe diun, vetëm për shembull për eks arsimtarin që nuk po na pëlqen kjo gjë e tij, edhe mundu pak natrojnë e kryetarës të klasës, sepse nuk është fort që jam person që i kritikoj të tjerët, mirë po e mundu në fakt formë një fjalor të butë, kështu më çasta të arsimtar apo arsimtare, e më tregu që çështo është puna, domethënë çati nxënës ose çtyne grupave të nxënësave, nuk është ju pëlqyer diçka ose sa përket mënyrës së shpjegimit, ama mendoj që mund bashkëpunimit mirë që e kena në shkollën tonë
personalisht po flas për shembull nxënës arsimtar, kena arrit që me zgjidh atë konflikt, apo në fakt atë problem, se konflikt nuk quhet, domethënë nuk e kena lënë me eskalu deri diçka më të madhe. Indra? Teknik ka pos raste të tilla, por ne mundohem, po sigurisht të jesh një kryetare apo një udhëheqëse duhesh me bë disa sakrifica. Po sigurisht në këtë aspekt ne jemi munduar që të zgjidhem në mënyrë më të qetë, më të butë, pa konflikte, ku sigurisht që shumicën e nxënësve ndoshta në një mënyrë nuk i ka pëlqyer mënyra e arsimimit, nuk i ka pëlqyer mënyra e mësimdhënies e ndonjë arsimtare, po në mënyrë se ne së pari sigurisht që formohen bashkëpunojmë mes njëri tjetrit, mi zgjidh së pari ato konfliktet mes njëri tjetrit, të cilat janë këto problemet, pastaj nëse nuk zgjidhen, atëherë shkojna tek vetë arsimtarja dhe na ja i dhojna këto probleme që po na pengojnë neve vetë si klasë. Pra jemi munduar në mënyrën shumë të mirë, shumë të qetë, që ne të shkojmë edhe t'i tregojmë se gjërat që po na pengojnë, gjërat që nuk janë në rregull, që kishim pasur me bëj një ndryshim në mënyrë që jo mësimdhënia jote të jetë autonome, pra me qenë në një mënyrë monotone jo, po me qenë shumë argëtuese, me pas lloje të ndryshme, me pas veprimtari të ndryshme, kështu. Aktivitete brenda. Aktivitete sigurisht. Kështu që mendoj shumë e rëndësishme se ti si vetë udhëheqëse e klasës apo e këshillit me ngrit zërin për me bu një ndryshim apo përmirësim. Adia, ke ndonjë pyetje? Po, për Indrën, përveç udhëheqjes a doni të bëni ndonjë aktivitet të ndryshëm? Në çfarë aspekti? Po kështu sigurisht që unë jam shumë e hapur në përfitimin e shumë gjërave të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm udhëheqjes, por gjithashtu në aspektet ndryshme me përfitu, se në qoftë se ti bën aktivitete apo ke përvoja të ndryshme, ti zhvillosh edhe vetë si person, i zhvillon shkallësitë tua, i zhvillon ato abilitete që ti ki brenda vetës. Pra mendoj se është shumë e rëndësishme që të merresh pjesë në shumë gjëra të ndryshme, në mënyrë që të zhvillosh si vetë person dhe të zhvillosh komunitetin përballë teje. Atëherë që përmendi edhe Indra dhe na natyrisht në shkollën tonë bëjmë aktivitete thuajse për secilin muaj për ato temat e caktuara që janë. Për shembull tash fund me patëm një që ka qenë muaji i ndërgjegjësimit për autizmin, e kemi bërë domethënë një aktivitet për ato. Mirë po fillon me kam pasur shprej klasës 7, domethënë me këto aktivitete duke filluar duke mbajtur thuajse për secilin muaj, nëse ka qenë tim që na ka përshtat domethënë që është diçka që mundet të diskutu në rrethin tonë si nxënës çka janë, atëherë kena përgjithë që atë së bashku me psikologun e shkollës, me cilin e kena pas me të vërtetë gjithmonë një bashkëpunim të mrekullueshëm edhe ende derisa të gëzojmë atë bashkëpunim. Edhe më ka ndihmuar shumë në momentin që kum pas ndonjë ide për shembull, kum thon psikologe, po mduket që kjo është e duhur për me realizuar brenda shkollës tonë, atëherë gjithmonë e kena arritur domethënë atë qëllimin tonë, që edhe me ndërgjegjësuar nxënësat e ata me kuptuar rëndësinë apo rolin e çasaj gjendje për shembull se që përmenda për shembull për autizmin, me kuptuar që nuk është për shembull ndonjë sëmundje ose ai fëmijë nuk është domethënë që ka diçka të keqe, por thjesht është një çrregullim ose edhe për diçka tjetër, jo patjetër përveç autizmit. Tinua? Po përveç aktiviteteve që i bëjnë brenda shkollës, aktivitetet kurrikulare dhe ato jashtë kurrikulare, unë falenderoj shumë gjithë stafin, sidomos mësimdhënësat që e kanë një besim të i masë rreth nxënësave të shkollës tonë, ku ne shpesh herë kemi edhe në hapet mundësia që me kriju aktivitete vetëm në nxënësat, do me thonë vetëm në nxënësat me qenë organizator, edhe me rregullu çdo gjë deri në detajin më të fundit. E falenderoj shumë për këtë mundësi që na hap shkolla jonë edhe mësimdhënësat tonë, po përveç kësaj unë jam shumë fleksibile në këtë aspekt edhe kam mundësi edhe falenderit shumë që kam mundësi edhe e kam privilegjin që me marr pjesë edhe në asamble komunale, ku aty gjithashtu marr pjesë në shumë trajnime si në organizata jo qeveritare, marrim shumë trajnime, shumë projekte, edhe është vërtet shumë kënaqësi.